Mi tradhtoi. Chiara Tito reagon ndaj Luizit. Chiara Tito ka reaguar pas deklaratave të Luizit në emisionin Në shtëpinë tonë, ku ai ka dhënë një koment që ka tronditur shumë. Luizi, i ftuar në këtë emision gatimi, ka provuar disa ushqime dhe në fund të programit ka thënë se ato ishin më të mirat që kishte ngrënë ndonjëherë. Ai shkoi edhe më tej duke shtuar në mënyrë shakaje se Chiara duhet të mësonte nga ky program për gatimin, pasi ushqimet që ajo i përgatiste kishin nevojë për përmirësime. Ky koment i Luizit, edhe pse i thënë me shaka, nuk ka kaluar pa u vënë re nga Chiara, e cila është shprehur se ndihet e tradhtuar nga fjalët e tij. Ajo ka pranuar se ishte prekur thellë nga ato që ai kishte thënë, veçanërisht pasi ato vinin nga një person që ajo e konsideronte të afërt. Chiara ka theksuar se për të ishte një goditje e papritur dhe se kjo do të ndikonte në mënyrën si do të sillej me të në të ardhmen. E pyetur në lidhje me deklaratën e Luizit, Chiara ka shtuar se që tani e tutje nuk do të vazhdojë të gatuaj për të. Ajo ka theksuar se ky veprim do të jetë një ndalim duke mos pranuar që të përfshihet më në aktivitete të tilla me Luizin pas deklaratave që ai ka bërë. Sipas saj, ishte një mënyrë e paqëndrueshme dhe jo e drejtë për të shprehur mendimin ndaj gatimeve të saj. Ky reagim i Chiarës ka tërhequr vëmendjen e publikut dhe ka hapur shumë diskutime mbi mënyrën se si personazhet e njohur mund të ndikojnë te njëri tjetri edhe përmes deklaratave të thëna në mënyrë të papritur. Si do të zhvillohet kjo situatë mes Chiarës dhe Luizit mbetet për tu parë, por kjo ngjarje ka hapur një debat mbi respektin dhe komunikimin në marrëdhënie. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Mos harroni të bëni like dhe subscribe.